Për herë të parë e kom provu a bën. Që shkoj? Tregona Mirë pak? shumë, Apo te frikë, mirë shumë. Si do të zhvillohet? Po thash, e kisha këto, po hajt për kurreshtjes, edhe thash, qatë bëhet, le të bëhet, ma mirë me testu, me provu, çdo gjë, me provu edhe nuk i arrit qëllimin. Dhe këtu kam të mjellun, edhe prap një lloj vidimi atje, kritë rana, përshe, rani parë është kritë lloj vidimi tjetër, ndryshme, edhe mi testu. Ato kanë qenë kungulleshka, rani dytë. Janë edhe këto specifike? Janë Po, specifike, po, nuk i mjellë gjithkush. Këtu dyjat janë kungujt misirit që i thojmë, na, edhe kungujt për ushqem, për supa ndryshme, në për restorane, në për... Plantacioni i saj ka diçka të veçantë. Ajo ka rritur fasule braziliane, një kulturë që asnjë fermer tjetër nuk ka guxuar ta provojë. Për herë të parë e kom provu a bën. Që shkoj? Tregona Mirë pak? shumë, Apo te frikë, mirë shumë. Si do të zhvillohet? Po thash, e kisha këto, po hajt për kurreshtjes, edhe thash, qatë bëhet, le të bëhet, ma mirë me testu, me provu, çdo gjë, me provu edhe nuk i arrit qëllimin, kështu që... Po në këtë pjesë e këndej? Specat ndryshëm, po, specat ndryshëm, lakna, ajo lule lakna që ati poshtë janë, ma poshtë, lakna për dimën, edhe patligjona të zi, po që, metë kanë bërë damë shumë si vjetë, qërë krejtë kanë, nuk i kanë lanë në rendimentet, me qenë se ko marë mjaft për këtë në specave, sa herë për çdo ditë ko marë ka një, sigurisht një 70 kilogram, jo ma shumë, po, dhe mjaftan. Në sezona e tëra, bëni edhe speca tërshi? Po, që shëtë tërshijat ndryshme, mbaj, kështu që edhe anjena i kam speca. Sot, ajo ka zgjedhur të mbajë në duar farën dhe shatën, duke i kthyer plagët e së kaluarës në forcë dhe dashuri për jetën. Për me kanë veteran në ushtrisë shqiptare, për me kanë pjesë e luftës, është një kënaqësi e madhe. Një ndjenjë e paparashikueshme, me ndihmu popullit tanë, në gjithë ato sakrifica, gjithë ato vujtje që ka hik populli jonë, me të vërtet është kënaqësi, është respekt, është ndjenjë e pa imagjinueshme. Unë jam gjithmonë krenare, unë gjithmonë deri në vdekje do të jam pranë ushtarëve të ushtrisë shqiptare, pranë shtetit tam, pranë vendit tam. Jo mesazh për gjitha gratë? Mesazh për gjitha gratë, rune shtetin, rune kombin, rune njerëzit, familjen, e mbi të gjitha rinin. Rinin e cila na u shkatru, na u largu. Motivoni, jep në shpresa, jep në motivim për jetën, për punën, për shtetin, për kombin, për adhejun, të cilin kanë safriku shumë njerëz, shumë. Vujtje, sakrifica, mundime që historia nuk në folën që ose se ja u përsëritëm rinis tonë, si të tregojmë realitetin që ka ndodhur. Nga plagët e luftës tek farat e tokës, Lude Krasniqi ka ditur ta kthejë dhimbjen në forcë dhe shpresën në jetë,